emër që mund të përfaqësojë të ardhmen e Partisë Socialiste pas Edi Ramës, në një moment kur kryeministri Rama përballet me skandale të njëpasnjëshme, presion të brendshëm politik dhe zhvillime të forta ndërkombëtare, situata për të nuk duket as pak e qetë. Zërat për një largim të mundshëm apo për krijimin e një qeverie teknike janë shtuar. Dhe pikërisht në këtë klim politike të tensionuar, në skenë dhe Lea Ypi, shkëndija e debatit u ndes pas një deklarate të saj në media, ku ajo nuk e përjashtonte kategorikisht përfshirje në politik. Kaq mjaftoi që mediat pranë opozitës të hidhnin hipotezën se Ypi mund të ishte figura ideale për drejtuar një qeveri teknike, duke e paraqitur si një emër konsensual dhe të pranueshëm ndërkombëtarisht. Por vetë Lea Ypi reagoi qartë. Ajo mohoi çdo mundësi për drejtuar një qeveri teknike, duke ironizuar mënyrën se si politika shqiptare trajtohet si një spektakël. Ky është Big Brotheri që vazhdon në politik. Hyri njëri, doli tjetri. Nuk jemi në monarki absolute që dikush të thërrasë e të thotë ti je. Jemi në demokraci, u shpreh ajo. Në fakt, një akademike e përmasave të Lea Ypit, e renditur ndër mendimtarët më të rëndësishëm të Europës, vështirë se do të pranonte një rol thjesht teknik. Megjithatë, zërat nuk ndalen. Gojet e Liga flasin për një promovim të heshtur nga ana e Edi Ramës, i cili në disa takime publike ka shpërndar librat e saj dhe nuk e ka fshehur simpatin për të. Dyshimet shtohen edhe më shumë nga prania dhe mbështetja që Ypi po gjen në arenën ndërkombëtare. Së fundmi ajo ishte e ftuar nga Bashkimi Evropian në shtëpinë e Europës, ku u zhvillua një diskutim mbi lirinë, demokracinë, rolin e medias dhe ndikimin e së kaluarës në të tashmen. BE e cilësoi takimin si një reflektim të thellë mbi pushtetin, përkatësinë dhe të drejtën për të rrëfyer historinë, një sinjal i qartë se Lea Ypi gëzon respekt jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Çfarë do të sjellë ardhmja politike ende mbetet për tu parë, por siç thot populli, ku ka zë, nuk është pa gjë.